Rritja e çmimit të naftës ka nisur të reflektohet drejt për drejt në xhepat e qytetarëve vlonjat. Sipas qytetarëve, rritja e ndjeshme e çmimit të karburantit pritet të ndikojë edhe në çmimet e produkteve të shportës. Qytetarët e Vlorës shprehen se kostoja e jetesës është bërë gjithnjë më e vështirë për të përballuar, ndërsa rritja e çmimeve pritet të rëndojë edhe më shumë ekonominë familjare. Sipas tyre, situata bëhet edhe më e vështirë për pensionistët, të cilët janë ndër kategoritë që hasen me më shumë vështirësi për të përballur shpenzimet e përditshme. Po ku kuptojnë, ne duam vetëm pension. Faleminderit Zotit. Po ndikon te fëmijët ata e din, po të tëra në sport jemi dhe vet. Çdo shikojmë më ne. Po pse të kush do rëndoj, tek ata që janë lart, përveç se qytetarët, sidomos pensionistat më shumë. Po përveç se një krize inshallah mos ndodh më e thellë se duhet më keq. Po pa diskutim është zinxhira apo është e pa diskutuar. Se përballojnë, a e përballojnë do që ka ikur koha, në të gjithë, jo në Vlorë, se Vlora qa ka. Ka të ardhur që i kanë ardhur më shumë. Njësoj është kudo, është i krizë që Zoti ai është lartë. Po që do sjellë. Për një ndryshim të çmimit patjetër do reagoj. Po çfarë do bëjnë? Ose në një konvertim të shteti të çmimit. Pensionistët pak një farë ndryshimi. Po të subvencionoj pak shteti do detyrojnë të jetojnë. Bujqësia sikur e ka vetëm tani problemin, por bujqësia e ka pasur problemin. Patjetër që po të paktën te moshat e treta, këto se aty ndikojnë çmimet, kjo duhet të shteti pak mund t'i ndihmojë, nëse kjo do zgjas. Nëse kjo është e përkohshme. Pensionistë janë dhe unë burrë grua, të shikojmë ndonjë ndryshim tani deri s'ka lëvizur te çmimet më domethënë. Këto ditë ose mund të bjerë se këto janë politikat e jashtme e lëvizin edhe. Nëse nafta zhbllokohet andaj më domethënë ato çmime që kanë qenë nuk se do lëvizin shumë. Po megjithatë njerëzit duhet të përballojnë. O shumë. Fukarallak do bërë, të do bëjnë, asë një tjetër. Po pa tjetër. O me 100.000 lek i përballojnë. 100.000 lek më gjitha. Ku përballojnë? Hajtë. Ndoshta të meritoni, se unë nuk jetoj këtu. Po besoj se në kurrist fukarejnë do t'jetë. Po sigurisht është edhe zinxhir, nga karburantet deri tek shporta e ushqimeve. Për mua janë gjitha kot. S'ka rezerva ka plot, po këta nuk duan. Nuk do shteti. Shteti menaxhon të gjitha gjërat. Po të xhepat ai që ka makinë dhe të mirë do të ndikoj. Ne që s'kem makinë me rregull. Po që u rrit nafta do rritet edhe buka jon. Kështu që s'do ha mas bukë, nëse deri sot kemi ngrënë bukë nëse mirim nga 100.000 lekë. Tash ajo 100.000 s'ja vlen fare. Them të neve pleqve një herë, më se ta përballojmë me 100.000 pensionin që marrun. Po ne është e vështirë. Vlen të theksohet se rritja e çmimit të naftës pritet të sjellë një zinxhir rritjesh çmimi në shumë sektorë, duke ndikuar drejt për drejt në shtrenjtimin e ushqimeve dhe produkteve bazë të shportës.